Më 17 shkurt zhvillohet në Bruksel konferenca e donatorëve për rimëkëmbjen e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Gjermania është një nga mbështetësit kryesor të konferencës së donatorëve. Jemi lidhur tani me korespondenten e Deutsche Welles në Berlin, Anila Shuka, për të mësuar rreth përkrahjes gjermane. Anila, përshëndetje, çfarë thuhet në Berlin për Shqipërinë, megjithëse Gjermania ka hapësuar vetë një tërmet politik kohët e fundit, apo jo? Po Genta, e vërtet, Gjermania ka hapësuar tërmet pas ngjarjeve në Thüringen dhe dorëheqjes së kryetares së CDU-s Annegret Kramp-Karrenbauer. Tani të shohim se kush do të zgjidhet në krye të partisë dhe se kush do të jetë kandidat për kancelarin e ardhshëm ose kancelaren e ardhshëm në zgjedhjet e vjeshtës 2021. Dhe nga kjo do të varet edhe jetëgjatësia e koalicionit qeverisës aktual, po Shqipërisë do të duhej që t'i interesonte që epoka e kancelares Merkel të zgjas, sepse ajo e ka treguar disa herë që është një mbështetëse e fuqishme e gjithë Ballkanit Perëndimor dhe sidomos edhe e Shqipërisë në veçanti, çka po e tregon edhe me përkrahjen për konferencën e donatorëve, Genta. Dhe si po e përkrah Gjermania konferencën e donatorëve që mbahet vetëm për pak ditë? Ka dy element, njëri është lobimi. Gjermania ka bërë një lobim të fuqishëm këto ditë, këto kohra, që pjesëmarrja në konferencë të jetë sa më e denjë. Gjermania vetë do të përfaqësohet në nivel ministror, ka shumë gjasa që të jetë vetë ministri i jashtëm, dhe elementi tjetër është ai monetar. Tani po shikohet në përministrit përkatëse se cilat janë zërat prej të cilave mund të merret kontributi gjerman në këtë konferencë. Një pjesë do t'i shkojë Bashkimit Evropian, por do të ketë dhe një kontribut bilateral. A ka një ide në fakt se sa mund të jetë parafërsisht kontributi gjerman? Kjo nuk është vendosur akoma, Genta, dhe fjala e fundit sigurisht do të thuhet në konferencë, por duhet thënë një gjë, siç e ka thënë edhe vetë kryeministri Edi Rama, shumat që do të arrijnë, pritet të arrijnë në këtë konferencë, donatorësh nuk do të arrijnë të plotësojnë të gjithë nevojën që ka Shqipëria sipas raportit për rimëkëmbjen e dëmeve, që është goxha i lartë, domethënë nevoja është goxha e lartë për 1 miliard euro. Megjithatë, sipas informacioneve tona, Gjermania me siguri që do të jetë vendi që do të japi kontributin më të lartë ndër shtetet anëtare në rang bilateral, ndër shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe ndoshta do të jetë një shumë me 2 shifra milion euro. Por shumën më të madhe do ta japi sigurisht Komisioni Evropian, pritet domethënë, dhe këtu nuk duhet haruar fakti që 1/4 e kësaj shumë vjen gjithashtu nga Gjermania, Genta. Anila Shuka, të falenderoj shumë për informacionet që solle live nga Berlini.